është gjoja, unë e kam thonë, do thotë, ka qenë gjoja ma dëmshme për Kosovën prej kuvendit prezident dhe në momentin që po flasim. Sekvencimi marrëveshjes së Ohrit? Po, s'ka qare pa u zbatu ajo marrëveshje, pa kur farë përgjësie, ju e dini Se thoni që është më dëmshme? Kosova, sepse sjelljet e më pastaj me zotit Kurti. Ta potencojmë më rreth. Thoni është marrëveshja më dëmshme prej 45 deri në moment që kuvendit prezrenit, deri në moment që sepse ajo ka federalizuar Kosovën. Sjelljet e më pastaj me ka dhënë një autonomi, e cila pas një diskutim që duhet të zbatohet qofshin edhe 2 Sërbë jetoshin këtu në Kosovë, a unë besoj që çështjen me raportin me komunitetin lokal sërb, çdo ditë më shumë do ta ndjejmë dhe mas kësaj vjen shëmtia tjetër më e madhe që qytetarin e ka pranguar qytetarin e Kosovës, ata që e kanë jashtë shtetit për kafshat goje, sepse nuk e pranuam, nuk e lanë Kosovën me shku në Këshill të Evropës dhe përpaskoj me shku në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Me mija janë pa drejtësi që ju bën qytetarëve të Kosovës. Edhe aty në Hagë, që kanë mujtë më adresu tash që i shëmbon një 7-8 muj në i shkry procesi Hagës i Këshillit të Evropës, qytetarët tonë kishin mujtë me qu kërkesa në Strasburg për me zgjidh halët e veta që nuk ja zgjedh shtetë. Miliona, miliarda, do në thotë unë, për shembull shtetet Shqipnia, ata zonë këto venet komuniste, Turqia, që edhe ndaj Britanisë ka pas vendime Strasburgut, por unë besoj që na kishim me qenë dikush mund të thotë që nuk mjaftoi marrëveshja e Ohrit që na antarësojnë në Këshillin e Evropës, kërkuan më shumë. Çdo sen e ka vlejt ata që kërkojnë, sepse ato që kanë kërku për marrëveshjen e... Se pastaj nuk kërkua tokat e manastirit të Deçanit. Qeveria i bëri në fund, por nuk mjaftuan në ato. Po njëjtë, sikur për manastirin ka ndrua qeveria Kurti, ndroi vetë ligjin. Edhe ja regjistroi tapit kishës. Që këtu do jem ne, çato kërkesa që i ka lyp në